Shikues ta dy CNN mirëmbrëma. Çdo protestë është një gur prove për çdo shoqëri që pretendon të jetë demokratike. Jo vetëm për protestuesit, por për ata që qeverisin, për ata që kundërshtojnë, për ata që po na shikojnë nga televizoret dhe pyesin veten nëse ka ende vlerë zëri i tyre që dëgjohet. Sot opozita u përpoq të provonte pikërisht këtë gur prove para kryeministrisë. Sali Berisha tha se platforma e protestës ka për qëllim bashkimin e shqiptarëve, por në fakt, ironikisht dhe fatkeqësisht më të përçarë se demokratët zorë se gjeja aty. E vërteta e hidhur është se Partia Demokratike nuk ndodhet më në fazën e një foltoreje apo dy foltorejeve. Sot çdo demokrat mban brenda vetes foltoren e vet personale, versionin e tij se si duhet të jetë partia, kush duhet ta drejtojë atë, kush duhet të largohet, kush ka tradhtuar dhe kush mbetet i fundit në këtë shtëpi që nuk po gjen dot themelet e reja. Dhe ndërkohë që në Selim Blu vazhdon debati bosh 12 vjeçar për këto çështje, përballë tyre qëndron një qeveri që bilancin më të madh duket se e ka tek skandalet, ku gardhi i propagandës që ka ngritur është më i lartë se i vetë institucioneve. Inserti dhe rikthehemi në studio. Për të mbrojtur ndaj jush, të vendosin terrin, të vendosin bllokimin, të vendosin errësirën. Në 10 seanca parlamentare si kur në njërë në histori, në asnjë vend, opozita u lejuat të debatoj vetëm në një seancë.